Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotrinj. Ritakojmë përsëri së bashku, si zakonisht çdo të hënë këtu në RTS Korça në emisionin ton Sport. Do t'japim atë çka ka përrëdhuar kjo javë, por jo vetëm, pasi kam përfunduar pothuajse disa sezone futbollistike ku natyrisht ka pasur lot. Ka lot i dhërimi, por ka dhe lot gëzimi. E natyrisht lotet më të mëdha ishin në stadiumin Skënderbeu, pas asaj humbje që ka psuar ekipi korçar nga ekipi Bylisit, çka i ka kushtuar edhe rënien në një kategori më poshtë. Natyrisht, të gjithë ata sportazhët që ishin të pranishëm në atë ndeshje kanë ikur me kokën poshtë nga stadiumi Skënderbeu. Më pas kanë filluar komentet, por mbi të gjitha ne do të diskutojmë këtu në studio se si është projekcioni për të ardhmen e këtij Skënderbeu. Natyrisht, kush janë fajtorët? A kërkojnë këta sportazhë një falje publike, të cilën klubi deri në këtë moment nuk e ka bërë. Megjithatë, duke qëndruar me ne të nderuar miq, do të mësoni edhe çka ka ndodhur gjatë kësaj jave. Kështu do thosha që në këto momente, para pak çastesh, rreth një orë afërsisht, është ekipi Pogradeci që ka mundur të kalojë edhe ekipin e Besës e tashmë do të ndeshet me Tiranën për të diskutuar Superligën. Kush prej këtyre dy ekipeve do të jetë Tirana që do të qëndrojë, apo sfidanti e ekipi i Pogradecit do të gjitet një kategori më lart. Ndërkohë që voleybolli meshkujve ka përfunduar aktivitetin e vet në vendin e dytë. Partizani ka fituar të treja ndeshjet, dhe natyrisht është shpallur edhe kampion. Një sukses i jashtëzakonshëm do thosha për djemtë Arben Priftit që kanë siguruar vendin e dytë në voleyboll. Kemi pritur gjatë 36 vjet për të thënë që Skënderbeu zë vendin e dytë. Natyrisht, tek femrat ka pasur një histori tjetër. Ka fituar Tirana me rezultatin 3-0 këtu në Korçë. Në ndeshjen e dytë ka ndodhur diçka që natyrisht nuk e prisnin të gjithë, ndofta fati nuk është me të. Kjo për atë sepse autobusi i ekipit ku udhëtonte Skënderbeu ka psuar një aksident nga ku regjia mund të më jap këtë pamjet në këto momente të asaj çfarë ka ndodhur dhe ka pasur disa dëmtime të disa lojtarëve. Ky është aksidenti në Qafthan. Pikërisht, një gabim i një automjeti në parakalim i ka kushtuar autobusit e ekipit të Skënderbeut të zhvendoset në krahun e djathtë, të ketë pasur lëndime të disa lojtarëve, nga të cilat disa prej tyre nuk do të jenë për ndeshjen e nesme. Korçarit kanë udhëtuar sot në drejtim të Tiranës, rreth orës 16:30 janë nisur nga Korça dhe nesër në orën 17 zhvillohet takimi ndërmjet këtyre dy ekipeve. Shikojmë pra, këto janë pamjet atje ku vajzat e ekipit të voleybollit të Skënderbeut kanë mësuar atë aksident, jo për fajt të tyre, por për fajt të papërgjegjshmërisë të automjetit që vinte nga ana tjetër. Lajmi mirë është fakti që nuk ka pasur asnjë viktim, gjithçka ka kaluar mirë përveç disa lëndimeve që kanë mësuar voleybollistët e ekipit të Skënderbeut. Do të diskutojmë në studio për atë pikërisht për faktin se si do të udhtojë Skënderbeu në ndeshjen që vjen. Të nderuar miq, më rëmbeu pak kjo pjesë, por më lejoni të prezantoj dhe të ftuarit në studio. Kam një panel që sot do të diskutojë dhe besoj do të jetë i zjarrtë në diskutimet e veta. Po filloj prezantimin me Tami Konën. Tami, mirëmbrëma. Të falenderoj që je pjesë e emisionit, më kishte nga lidhje Skype që do të jemi një ditë dhe ja erdhi momenti që të jemi këtu në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe të them të drejtën doja të isha në kushte të tjera për sa i përket asaj që kemi parë ndeshje. Po megjithatë ky është futbolli. Eglif Malsia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Falenderoj që jemi së bashku për të diskutuar. Ta më tha që do të ishte ndryshe të flisnim kushte të tjera, por ja. Të gjithë jemi të mërzitur, por duhet pranojmë rezultatin. Në krahun tjetër kam Ervin Bakun. Ervini, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. 60 minuta në fushën time apo tënde? Jemi në fushën tënde sot. Jemi 90 minuta. 90 e kusur apo jo? Sa të vej? Jo, zakonisht Baku e ndan 45-45 ose 30-30. E ndan, i vëndarje. Dgjoj, bashkohem plotësisht edhe me Tamin, edhe me Eglin, me gjithë korçarët, që është një lajm i keq për Korçën dhe për Shqipërinë, që të zbret Skënderbeu një kategori më poshtë, po ky është futbolli. E patën gjithçka në dorë, nuk ishin gjendje të mundin Bylisin në ndeshjen direkte. Që nuk e ka faj njëri. Ka absolutisht faj njëri. Pash një uabita, pash një Skënderbeu inekzistent. Okej, do ta diskutojmë, por le të vazhdojmë me prezantimin e Ili Merollit. Ili, mirëmbrëma. Kënaqësi që jemi përsëri së bashku, siç kemi qenë pothuajse në të gjithë këtë sezon. Një lajm i mirë është edhe fakti që ekipi i Skënderbeut për unë në 19-tat shpallet kampion kombëtar. Egli, kampion që do thotë pjesëmarrje në ligën. Është e vërtet dhe është lajm i mirë, sepse në atë ekip këtë vit ka pasur rezultate shumë të mira, por atë fest të një dite më parë ka zbehur rënia e ekipit nga Superliga. Është lajm i mirë sepse ai ekip do të përfaqësojë Shqipërinë në Champions League për U19-ën, por do doja që të ishim edhe me Skënderbeun e madh në kategorinë superiore,
për të patur atë emocionin plus të një ekipi i cili do të përfaqësoj tashmë edhe qytetin pas disa vitesh dënim që nuk po i shohim kupat e Ja këta Europës. ushtë e vegjë që themi zakonisht, duket se mos e tërheqin këmbë zvarë për tami për atë Skënderbeun e madh. Ka dhe persona kur të thonë nga njerë që shiko, kam dy lajme për ty, një lajm të keq, një lajm të mirë. Këtë më thuar së pari. Është momenti Tjetri i tha, normalisht më thuaj më mirë atë të keqin njerë, sepse fakti është që Skënderbeu, se e tha dhe Baku, edhe unë ti them që një skuadër që normalisht ishte ndërtuar dhe vinte nga një edicion i mëparshëm, që ishte pjesë e Final Fourit, ishte pjesë e asaj ku si pa dashje, jo se Iran qap njeriut, po prishi skemën e Final Fourit, ku ndoshta pritesh e ti ishte Tirana, pavarësisht se Skënderbeu i këtyre viteve të fundit është një skuadër që normalisht përbën lajm edhe kur bie nga kategoria. Skënderbeu është një emër i madh që në paktën në 10 vitet e fundit ka bërë histori në Superligën shqiptare. Edhe nuk është puna se na vjen keq ne, domethënë nga Korça, apo i vjen keq. Ajo i përbën lajm, sepse ajo ka përbën lajm për të tërë që shiko, Skënderbeu kishte rastin, ja tha edhe Baku, që duke qenë se luante në Korçë, kishte çdo gjë me këmbët e tyre. Domethënë nuk kishte Skënderbeu që varesha që shiko, po të fitoj kjo apo po të humbte kjo. Jo, kështu u bë, pastaj javë e fundit kështu u bë. Ndiqeshin të gjitha ndeshjet se çfarë do të ndodhte. Bëri disa fitore që unë kur kam dalë në Skype dhe kam diskutuar me ju, kam thënë që shiko, u fituan ndeshja në Ballsh, duhet të shikojmë ndeshjen me Tiranën. Domethënë kur diskutonin këtu që shiko, kur disa nga njerëzit e mi këtu më thonin që shiko, e fitojmë me këtë, barazojmë këtu, do bërim këtu, tani ndeshjet do merreshin 1-1, sepse ka mbaruar 36 javë dhe mjaftosh të shikosh diferencën e klasifikimit, jo ka diçka. Okej. Janë 9, më fal, pa hyrë shumë, por 9 fitore, 11 barazime dhe 16 humbje. Humbjet e Skënderbeut janë njësoj me humbjet e Ballçit. Dy skuadrat me humbje më të mëdha janë Skënderbeu dhe Ballçi. Dhe janë ato që ranë. Dhe janë, por Jo Ballçi sa. Jo që ra. Flas që janë për Bylisin. Mirë, po kampionati Romeo është i atill që 4 ekipet e Final Fourit, ato ekipe që mbajnë si nga më të mirat, të 4 kanë nga 9 humbje. Tani e kuptoni se çfarë kampionati është bërë të diskutojmë por. Domethënë 9 humbje Egnatia, 9 humbje Partizani, 9 humbje Vllaznia, 9 humbje Dinamo. Unë e di që ekipi që del kampion bën jo më shumë se 3-4 humbje. Ju besoj se e mbani mend Skënderbeun e viteve të arta, unë nuk e di ai kalonte 3-4 humbjet. Por megjithatë, Skënderbeu, thash një herë, Skënderbeu kishte me këmbët e veta. Ne do ta diskutojmë këtu, po ajo ndeshje që kam parë ditën e djeshme, të them të drejtën, është vërtet për t'u haruar, sepse skuadra e Bylisit ka dhënë një leksion futbolli. Ildi, çfarë ka ndodhur këtë javë? Le të ndikim pak rezultatet e regjia. Përpara se të japësh, me që jemi në do të transmetim diskutojmë të drejt për drejt, kemi kohë. Koja dhe vajzat kanë mbritur shëndoshe mirë në Tiranë. Ky është e lajmi. Po. Atëherë, Baku po vazhdoj pak me ju, me që më thatë edhe këtë lajm të mirë, për të gjithë ata që na ndjekin në këto momente. Më thuaj si shkon ky Skënderbe përballë Tiranës? Ky shkon është për mendimin tim është një ndeshje duaj shtyr. U shty? Që në momentin që ndodhi aksidenti? Jo, aty u anullua, nuk u shty. Tani, ditë do bëjë ndeshja ata. Normale. Ti nuk mund, ata shoqëri Zoti që shpëtuar mirë. Klubi i Skënderbeut i detyruar nga federata duhet të udhtonte në Tiranë. Unë nuk e di sepse vajzat kanë dhe një ndjeshmëri tjetër nga djemt. Nuk e di se si mund të detyrosh vajzat mbas një traume që ka mësuar 2 ditë më parë të shkojnë dhe të luajnë në Tiranë. Skënderbeu luan pa liberon, që është ndërlojtaret më të mira, Angela Mehmeti, e cila e ka mbyllur sezonin për shkak të dëmtimit. Për shkak të dëmtimit, luan pa qendrën Sara Malaj, luan pa pasuesen e parë që është dëmtuar Peshe, pasusja e dytë. Peshe ka qenë që në ndeshjen e kaluar e dëmtuar, jo në këtë aksident që ka ndodhur. Nuk u bë pasusja e dytë Algjeriania Roza Kat të Vjella, pra ti luan pa armët e tua kryesore dhe unë mendoj që klubi duhet bënte përpjekjet maksimale për ta shtyrë ndeshjen të paktën një javë apo 10 ditë, sepse e rëndësishme është të bëhet gara. Po të ndjekim rregulloren si thot në këtë rast. Dgjoj. Rregulloria dgjoj. Një sekond. E di këtë melodi. Po i po të pyes. Si po më pyes? Si është rregulloria?
rregullorjen, Qartë? këto e bëjnë si duan vetë. Mirë, dakord, atëre ka një fletë bosh të bardhë, ti edhe më- shënojnë atë që Jo, duan. ti më flet mua si kur jeton në Suedi. Jo, më këtu në Korçë jam në emision E pra, sport jam. tani këtu, unë po të them edhe një herë, Po. vajzat duhet të pushonin. Duhet të shkonin Të qetësoshin. dhe për të ardhur ke pyetja jote, Skënderbeu shkon shumë i coptuar Në disfavor? dhe në disfavor total. Shiko, më ka bërë përshtypje një fakt që në momentin që njoftohet federata që nuk vijnë domethënë dot për shkak të këtij aksidenti, federata ju kërkon bëmë një video të shikoj. Ky Eh? nuk është justifikim, sepse ky u bë lajm jo vetëm lajm sportiv, po edhe lajm i kronikës. Natyrisht ishin njerëz që u thonin Edhe besoj që Baku ka të drejtë kur thotë që në këto raste duhet të dalim edhe nga rregullorja, sepse nuk po kërkojmë atë videon për të shtyrë ndeshjen. pikërisht domethënë ishte afërmendsh. Po, prandaj që ka një moral në këtë rast që duhet të ketë një mirëkuptim. Ka dhe humanizëm brenda, i ka gjitha. Humanizëm, po. Mbase ekipi kundërshtar mund të mos e kishte këtë humanizëm, por federata duhet ta vendoste. Jo, përkundrazi ekipi kundërshtar e ka patur këtë humanizëm. Unë nga burimet e mia që kam, sepse unë jam shumë afër voleybollit, basketbollit, gjitha. E kuptoj. Por e kisha në është qesharake, logjikën, e kisha në logjikën sportive që ekipi kundërshtar mund të mos e kishte këtë humanizmin për hir të garës, por nëse Baku thotë kështu, unë e mirë kuptoj se unë se kam informacionin, por federata do të ishte shumë pozitiv ky fakt. Ajo që duhet ta nxitte më shumë humanizmin duke parë se çfarë ka ndodhur në realitet. Një kronikë zezë që përbënte lajm, një autobus pa rrota, 2 makinat përplasura, e para punës njerë ne, jo ajo video, sepse ajo kur përbëri lajm për kronikën e zezë, siç bëjmë ne atë. Edhe ato mase nuk e dinin, jo se nuk e dinin, por në momentin që shkon policia e shtetit, sigurisht u evidentua që ishte ekip sporti. Dhe para punës një ekip sporti, sikur gërvishtje më të vogël të ketë, para asaj gjëje aty ka traumë. Se ata janë sportista, edhe ata nuk shkojnë as për turizëm, ti shkon për qef, edhe kur vjen puna, ndodh larg qoftë një aksident, thua hajde kthehemi, se nuk kemi as për udhtim, as për turizëm, as për gjë. E jo më ajo që është një aksident që përbëri lajmet, sa hap një portale, se sot jetojmë në një kohë kur s'ka nevojë për video, tani dhe federata, unë nuk e di se çka thënë, por e para punës që për mendimin tim, kjo ndeshje minimumi duhet zhvillohet mbas një javë. Megjithatë, ngjeshja, sepse këto janë raste që dhe rregullore sikur të vesh, se më fal Baku, nuk e di se ka rregullore që kur autobusi i sportistave bën aksident, duhet bëhet ndeshja mas 24 orë, 48 orë, minimumi që kjo ndeshje është të martën, në rastin më të keqëmundshëm, që prapë do ishte kundër, të zhvillojnë Korçë. Pra, që të udhëtonte Tirana dhe po mos çon udhtim një njeri që është përplasur para 2 ditësh më. E kupton ti? E kupton ti? Sepse këto marrin që një gjë s'ka gjë, pa ato kanë partner me sy më. Dhe e fundit, trajneri Orlando Koja nuk ka dashur të udhtoj. Nuk donte se ekipi ishte i coptuar. Kanë qenë të detyruar të udhtojnë. Po mirë, këtu mbisin ndeshjen dhe prisnin ndeshjen e tretë. Çfarë kishte? Ildi, ke një koment për të? Po, besë pajtojnë plotësisht pasi mendoj se është shumë e vështirë që në arkun kohër të 3 ditëve të rikuperojnë gjithë të trauma dhe gjithë momenti vështirë që sportistët kanë përjetuar dhe unë mendoj se kur bëhet fjalë për shëndetin dhe për jetën, sporti kalon në rang të 50, mund të themi se në fund të fundit jeta është më rëndësishme se gjithë shka dhe besoj se mund të ishte menaxhuar më mirë kjo situatë, pa dyshim që dhe ky opsioni që ndeshja të zhvilloj në Korçë për të rikuperuar disi atë kohën e finaleve, mendoj se do të ishte ideali për të pasur një situatë disi më komode për të dyja skuadrat. Trauma është shumë më e vështirë se sa, më thënë, aksidenti është aksident. Dhe ne urojmë Zotin që ato kanë shpëtuar mirë njëherë. E para punës që nga kjo gjë nuk pati lëndime që do të thotë që t'jenë të rrezikshme ose që të cënojnë jetën. Por traumat në sport, se e para punës tash, nuk duhet përsëris vetëm kur them që ato do shkojnë të luajnë sport. Edhe kur personat të traumë, minimumi ato nuk do të udhtonin fare. Edhe unë nuk e di, më mirë ta marrin ndeshjen 3-0, nuk e di si është rregulloria. Mos udhtonin dhe të bënin pasende. Jo, me gjithmonë e kam. Nëse si thot Baku, sepse informacionet i kam më të sakta, thashë se është më afër skuadrës, normalisht ekipi për mua nuk duhet të udhtonte. E ta fitonte 3-0 ndeshjen, nuk e di si është rregulloria, sepse edhe ashtu si janë ata.
Domethënë ata janë akoma më ata do shkojnë në Tiranë, nesër do bëjnë ndeshjen, pastaj do kthehen sipas rregullores do domethënë e di që rini këtu stabilizoheshin dhe mblidhin forcat për ndeshjen tjetër. Domethënë, megjithatë thash një, nuk dua të po të shikoj që kërkon ndrysh. Tani kjo ka ndodhur. Baku dha lajmin që kanë arritur shëndoshën mirë në Tiranë. Tani jo, le ta kthejnë në forcë. Edhe s'ka se po tjetër Është e vështirë s'ka. Nuk kanë forca, nuk kanë lojtare. Janë në sport janë këto momente që ndonjëherë të japin atë shkëndijën për ta gjetur veten më të fortë. Ashtu qoftë. Të shpresojmë të marrim Në mos qoftë sa joftë. Okej. Atëherë po kalojmë tek ajo çka ka ndodhur pikërisht ditën e shtunë. Ildi? Po, rezultatet, lutem, regjia mund të bëjë tabelën në këto momente. Javës së 36 në total u shënuan 12 gola, padyshim që vëmendja ishte te 2 sfida, vëmendja më e madhe. Partizani Elbasani 2-0, Skënderbeu Bylisi 1-2, Dinamo Tirana 0-2, Teuta Egnatia 2-1 dhe Vllaznia Laçi 1-1. Ndërkohë që shikojmë të renditjen? Më bëri përshtypje kjo. Pse the që vëmendja kryesore ishte në 2 sfida? Çfarë të lexojmë në rreshta? Po për shkak se këtu ishte edhe ajo lufta sportive, mund të themi. Jo, Dinamo City i hapi portën Tiranës. Ta themi. Të përgjigjem unë bak. Thojeni. Jo më them unë. Po të marrim gazetën e vetme sportive që operon në treg, kur Dinamo u ndesh me Skënderbeu në kup, ishte me tituj të mëdha, ndërsa sot shikohet si ndeshje vetëm me luftuar Skënderbeu Ballçi edhe Partizani Elbasani, ndërsa ekipet e tjera që ne të gjithë e dinim rezultatin që para se të luheshin, nuk flet askush. Vetëm kur luan Skënderbeu, edhe pse Skënderbeu ra nga kategoria, unë shikoj sot në titujt kryesor të gazetave që Laçi akuzon prapë Skënderbeun, që është Skënderbeu që bashkë me Laçin ra nga kategoria, dhe akuzon Skënderbeun që ka fituar ndeshje me pa të drejtë. Laçi akuzoi edhe Dinamo. Jo, Laçi Laçin Skënderbeun nëpërmjet Dinamos. Nëse e mban mend, Laçi kur luajti me Skënderbeun, do luaj me një skuadër tha që të tjerët i japin portën. Se këtë Laçi ka thënë para se të luajë me Skënderbeu. Po jam dakord, por edhe sot e kësaj dite. Po prandaj po them, Laçi e ka në përgjithësi, domethënë sidomos edhe me javën e fundit, që do të thotë e ka me Dinamon, e ka me, domethënë normalisht çdo gjë ndodh. Megjithatë, Skënderbeun bëhet lajm. Shiko, megjithatë jam dakord. Megjithatë është lajm, por është megjithatë kur i referojmë Laçit, të them të drejtën, Laçi me humbjet që ka bërë, të paktën Laçi, domethënë nuk them se i ka njëri na. Është e drejtë vet. Nuk po flas e meritoi Skënderbeu apo kuptoj. Do flasim kur të analizojmë ndeshjen. Normal, kam te pyetja që bëri Baku dhe te lajmi që përcjellim në opinionin sportiv. Siç ashtu na intereson ne. Më fal se të ndërpreva dy. Jo, s'ka problem. Ndërkohë që le të ndjekim pak në këto momente të tabelën, klasifikimin. Është klasifikimi përfundimtar natyrisht, ku janë dhënë verdiktet. Para përfundimtar. Për sa i përket renditjes se kjo skema e çuditshme. Po, ka, do të vazhdojmë kampionatin, do të vazhdojmë. Në vend të parë Egnatia me 59 pikë, në vend të dytë Vllaznia 57 pikë, Dinamo në vend të tretë 55 pikë, Partizani në vend të katërt 53 pikë, në vend të pestë Elbasani 50 pikë, Teuta 44 pikë, Bylisi 42 pikë, Tirana në vend të 8 me 39 pikë dhe mbyllin tabelën Skënderbeu 38 pikë dhe Laçi 37 pikë. Pra një diferencë e jashtëzakonshme, me nga një pikë janë ndarë, i ka kushtuar rënien nga kategoria. Skema e kësaj Final Fourit, që është viti i dytë që edhe pse kontestimet, paktën ne si gazetar në atë që themi për shkakun që shiko, kur është bërë kjo skemë, presidentët thonë, disa thonë që kemi qenë dakord, disa thonë që nuk kemi, dhe kur e shikonje një javë në fundit ose 2 javë të fundit, ti e shikonje që kjo të jep një farë bukurie. Thash njerë, por e para punës unë uroj që të jetë viti i fundit i Final Fourit. Ne urojmë. Atëherë ta më bie pak. Jo, këtë po them, sepse ti sapo e the që atë më thuaj ti një kampionat në Europë ku fazën e 4 katër ekipet e para ju humbin gjitha ndeshjet dhe janë më dobët se 4 ekipet e fundit. Më gjej një kampionat në botë, po ma gjete unë sepse pam ekipet të kreut, për shembull pam Egnatia, një skuadër që normalisht për mua nga Kaçja, unë e them me plot gojë që 2 ekipet më të mira të Superligës për mua është Egnatia dhe Dinamo. Domethënë për mua, me gjendjen që kanë, me tranier, me komplet. Ndoshta këtu reflektojnë edhe problemi është që humbjet e Egnatias në fazën e 4
sigurisht do thuash që shiko, mirë po aty luhet për atë vendin, sepse ai vendi i parë dhe vendi i dytë bën që kur të luash me vendin e tretë dhe të katërt, Ke përparësi, sepse jemi Vllaznia favorizuar. u doq vjet vetëm me barazim kur doli me Ignatien. Pikërisht për atë 90 minutë që ti luan për 2 rezultate. Ne urojmë që kjo të jetë viti i fundit, sepse në pamje të parë ti je bukuri. Por është një bukuri falso, është një bukuri që duket sikur, sepse ne themi që të paktën ne për ne gazetarët për bën lajm. Edhe themi, më fal Albir, çfarë do ti më bukuri se ka? Ja ku e ke kampionatin, edhe javën e fundit nuk e di kush është në vend parë, nuk e di kush do dali, se faktikisht ashtu ishte. Pavarësisht se disa ndeshje, domethënë kishim brenda disa gjëra që janë, domethënë themi që shiko, mund të egzizhoj Dinamo, mund të luaj kjo. Zjarri ishte Partizani me Elbasanin dhe zjarri ishte Skënderbeu me këtë, sepse Skënderbeu s'kishte asnjë alternativë tjetër. Nuk kishte fare që shiko se po fitoj ajo, po barazoj kjo, shpëton ti. Skënderbeu çdo fitore e mbante në superiore dhe çdo rezultat tjetër e zonte. Domethënë kjo ishte, mirë po skema. Po mirë, mos ishte lidhur pak edhe me këtë se si do dilte Tirana me Dinamo tani kthehen nga ana tjetër. Normal, gjithë bota e dinte që Tirana, që Dinamo City do ja lejë Tiranës. Gjithë bota. Nga e dinin? Kur do? Nga e dinin? Si nga e dinin? Nga e dinin? Po të shikosh golat, se si kanë ardhur, po të shikosh golin e parë, e shikon që është një gol shumë i lehtë për të pësuar. Golin e parë të Tiranës. Dhe për t'ju bashkëngjitur mendimet të skemës Final Four. Është një skemë që fazën e 4 ka dështuar që javën e parë kur ka filluar. Nuk ka shanse në botë që ekipi kampion me ekipi vendit të parë, s'ka dalë kampion akoma, të ketë 9 humbje në renditje e të jetë në vend të parë. Dhe si do i vetë parë. Dhe Nuk ka ishte ajo që thot Baku, Igli që, domethënë, 4 ekipet e kreu vetëm çdo javë muçi të 4. Edhe ajo ndodhi, ajo që thot Baku është fakt tani, sepse ndodhi. Do po të shikosh pikët që janë marrë, ato ekipet e fundit kanë marrë më shumë pikë se ekipet e kreut. Dhe dështimi nuk është javën e... Dështimi kryesor e di kush është? Që përsëri si vjet, edhe vjet dhe si vjet, ndeshja për vendin e 3 dhe 4 do jetë kot. Se të 4 ekipet janë në Europë, konfirmuara. Po sepse është dhe Kupa e Shqipërisë. Finalja Dinamo Ignat. Janë po të njëjtat ekipet. Po më absurd mendoj unë qëndron fakti që Dinamo në këtë ndeshje nuk është se ishte pa objektiv, se deri diku do justifikojnë qofse Dinamo do ishte jashtë gare, se në rast të fitore me Tiranën, atëherë do zinte vendin e dytë. Jo, do fitonte Vllaznia me Laçin. Është me regji vlla, nuk është kështu. Mirë, ne flasim në bazë të verdikteve që... Ne flasim kot, okej. Shiko, Hajde flasim kot. çfarëdo që të bënte Dinamo, Dinamo, po të fitonte Dinamo, po të fitonte Vllaznia, tani ndeshjen më të lehtë kishte Vllaznia. Ndeshjen më të lehtë, në letër. Apo jo? Se futja një Tirana Dinamo. Se Laçi ishte i dënuar, më të letër, po. Më fal, një Dinamo Tirana është derbi. Shiko, vërtet fitoi Tirana, sepse mund të kenë luajtur me lojtar me rifreskim, domethënë Dinamo me lojtar 19 vjeçar, sepse tani Dinamo i ka objektivat. Dinamo mas kaq vitesh rikthehet në finalin e kupës dhe rikthehet për titullin kampion. Por Dinamo ishte e varur nga Vllaznia, çdo që të bënte po të fitonte Vllaznia, Dinamo si fitonte, si do luftojte Dinamo Tirana dhe Laçi do të vinte me tjetër shtollime se ishte në garë. Dinamo City nuk i arriti objektivat tani, sepse në fund të dhjetorit në kampionin në dimër doli kampion e dimrit. E pra, po këtu rrezikoj shkojnë vend tret. Jo, dakord. Se çaj duhen Dinamo sto Pelivanliqet, me një president që është milioner. Ore jam shumë dakord. Tifozat e Dinamos janë pataks. Po flasim për ndeshjen e fundit. Dinamo ishte, më thënë, edhe se po të fitonte Vllaznia, prapë vend tret do ishte. Po jo, pastaj do luftonte Laçi, do luftonte gjithçka për gjithçka. Laçi në fakt i ndriti ndeshjet e Laçi, Laçi vajti fitoi Shkodër. Laçi ishte më i dënuari. Tani vajti Skënderbeu e mundin Laç. Dhe po fitonte Laçi me pazarin mes Dinamos dhe Tiranës. Mirë, qofse nuk do ekzistonte pazari, por flasim gjithmonë, qofse do ishte gare ndershme, atëherë do t'i kishim të gjitha mundësitë. Të paktën unë më sa kuptova, me mirëkuptimin tuaj, domethënë pak a shumë faj bie tek kjo mënyrë organizimi, tek kjo formulë dhe ndofta e shpuri ekipet në këtë fazë që ne, Romeo është e pa imagjinueshme që vërtet fitohet del vendi i parë, vërtet fiton ato miliona, fiton ato 100 milionë, por tani ne kemi, shiko, në vitin e parë nuk ishim mësuar pak, sepse normalisht thoshim kështu, shiko, këto janë skuadrat. Mbasi të mbaroi viti i parë, ne e pam që shiko, mund dalet, ore pse u pris skema vjet?
Ore pritesh e Tirana në final forë, më kaçe. Normal, u fut Skënderbeu. Ore nuk vodhi asgjë. Tirana pra Ore përfitoi dhe luajti. Skënderbeu u bën ndeshja vllaznia me Skënderbeun, asnjë person në stadium. Brenda Nair Albania. Ndërkohë që diskutoheshe që biletat e shitura për 4 ndeshjet e final forit do të ndahen mes 4 skuadrave të final forit. Po çfarë të ndahet? Luajti vllaznia me Skënderbeu, ishin 3 tifozë në stadium. Në gjithë ata Nair Albania 23.000 shikues. Sepse aty ata pretendonin të ishte Tirana. Pra ti ta besoj po të ishte Tirana me vllazninë do të ishte Po normal me po të ishte. Po sigurisht. Tani nuk e kuptojnë tifozat. Do luaj për Europë. Pse Romeo nuk e kuptojnë tifozat e vllaznisë, e Skënderbeut, e Tbylisit që Partizani dhe Dinamo i do Tiranën në Super League, pse është një logjik për ta kuptuar jashtë? A e kuptoni që një derbi bën 150 milion, 200 milion lekë? Flas për Partizanin dhe për Tiranën, edhe për Dinamon. Okej, besoj se e kaluam këtë pjesën e parë të përgjithshme, por tani le të hyjmë tek ajo pjesë që natyrisht do të ketë një diskutim dhe unë dua të vë disa pika mbi për këtë Skënderbe. Fillimisht le të ndjekim kronikën çka ka ndodhur me Bylisin dhe pastaj le të rikthehemi se çfarë ka ndodhur me këtë Skënderbe këtë sezon. Regjia kronikën. Skënderbeu dështon në misionin e mbijetesës. Skuadra korçare është mundur 1-2 në fushën e vet nga Bylisi, në ndeshjen e fundit të kampionatit të A-Biznes Superiores. Rezultat ky që nuk i favorizon të besuarit Ernest Gjokës. Përfundimisht, Skënderbeu do të luajë në sezonin e ardhshëm në kategorinë e parë, ndërsa suksesi është për Bylisin, që qëndron në A-Biznes Superiore. Ndeshja në stadiumin Skënderbeu nis me vrull nga ana të dyja skuadrave. Ritëm i lartë teksa rreziku për shënim kalon sa nga një raport në tjetrën. Madje janë miq që shënojnë golin e avantazhet që në minutën e 10. Mustafa realizon me kokë pas një topi të ardhur brenda zonës korçare. I menjëhershëm është reagimi i Skënderbeut që gjen barazimin pas 2 minutash. Është Bismarck që tund rrjetën e skuadrës mike. Duket se barazimi nuk i kënaq as pak të dyja skuadrat, që vazhdojnë të luajnë me ritëm të lartë. Rëmuj në zonën e Bylisit, por që nuk arrin të shfrytëzohet me sukses nga Skënderbeu. Kundërpërgjigjen ballshotot me një sulm të shpejt, nga i cili Mustafa mund të përfitonte, por Alia del me shpejtësi nga porta e tij duke larguar topin. Ndodh gjithçka në zonën e Bylisit, me Batistan i cili ndal 2 herë korçarët, e pastaj është Abazaj i cili bllokon gjuajtjen e Nikajt. Zbritje e shpejtë e ballshotëve, Ramos ndal në momentin e fundit e Da Silva në hyrje të zonës duke bërë që pjesa e parë të mbyllet 1-1. Pjesa e dytë nis me të njëjtin ritëm. Luhet dhe luftohet në çdo cep të fushës. Bismarck shfaqet menjëherë para portës, por gjuajtja e tij e fortë ndalet nga Batista. Nasër humbet një tjetër rast për Skënderbeun, por topi kalon mbi travers. E ndërsa korçarët provojnë me gjithçka për të shënuar, është Bylisi që realizon golin e dytë. Një aksion i shpejtë në zonën e korçarëve, por Gjoni gjuan mjaft bukur, duke e bërë të pakapshëm topin për Alian. 1-2 për Bylisin. Goli ul ritmin e Skënderbeut, që duket se dorëzohet, edhe pse Bylisi që nga minuta 75 mbetet me 10 lojtar. Pas daljes me karton të kuq të Kane. Humbja është fatale për skuadrën e Gjokës, që sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e parë. Natyrisht, kjo fjali e fundit e kronikës, Skënderbeu do të luajë në kategorinë e parë, leshin më të keqe. Megjithatë, ne do të diskutojmë pak për këtë takim. Po filloj nga ju Egli. Tani mua më takon të bëj analizën teknike të ndeshjes. Të sa ndeshje? Por Më fal, jemi i besueshëm, jo për ne. jo, më takon sipas Po se bëre ti, dakor. sigurisht për ne. Më takon ta bëj unë, por me këto rezultate dhe me këto verdikte, kjo ndeshje nuk kishte shumë nevojë për analiza dhe kishte nevojë vetëm për një motivim shumë të madh. Edhe për të Po s'kish nevojë për një zgjidhje ndryshe? dhe do t'i marrë me radhë gjitha. Një motivim më të madh dhe për disa lojtarë që mund të mbanin presionin më shumë. E kemi filluar lojën jo mirë. Ballçi ka treguar futboll, ka treguar nivel në ndeshjen e ndjeshme. E kemi lejuar të luaj, e kemi lejuar të na bëj pressing te porta jon, e kemi lejuar të na kundërsulmoj dhe të na zerë në befasi në shumë momente të lojës. Nëse do ishin treguar më të saktë, edhe më shpejt mund të kishin shënuar. Kemi shënuar një gol që ka erdhur një mungesë e vendosjes Goli parë, golin e parë toni, sepse po të shikosh golin, është i vetmi lojtar joni është në zonë, ai që bën golin dhe janë 10 kundërshtar, do në Ballçi. Dhe kemi parë një Skënderbe i cili nuk e ka kërkuar fitoren në asnjë moment, sidomos në pjesën e dytë, dhe sidomos mbas pësimit të golit të dytë.
sikur aty ka qenë minuta 94 dhe ne jemi pranuar me rezultatin. Nuk kam parë forcë të Skënderbeu, mbase presioni ka qenë aq i madh sa ata nuk kanë ditur ta përballojnë. Nuk kam parë ndryrje të duhura edhe të paktën edhe nga stafi, ose mbase ato ishin mundësitë që vinin nga stoli, por është tani është keqardhje, është dhimbje, është mërzitje për të gjithë ne, edhe duhet të pranojmë rezultatin sepse në këtë ndeshje kemi pasur çdo gjë në dorën tonë, e kemi shkelmuar keq sezonin dhe gjitha të punë që mund të jetë bërë dhe për të arritur deri këtu. Nuk na i ka fajin askush, të paktën në këtë ndeshjen e dieshme. Nuk prisnim të shihnim fare rezultatet e tjera. Ishim të përqendruar vetëm te fitoria jonë, të cilën e kemi kërkuar shumë pak në fushën e lojës. E thash, e kemi lejuar Ballçin. Nuk e kemi kërkuar fare. E thash edhe atë, e kemi lejuar Ballçin të na tregojë një futboll shumë të mirë. Më vjen keq dhe nuk e di pse, mbase me çfarë shikoj unë nga jashtë që është pritur që ne të jemi të sigurt mbrapa dhe pastaj të shikojmë para, që këtë duhet ta bënte Ballçi dhe jo ne, sepse duke parë Ramosin në krahun e djathtë, nuk e shikoj si një lojtar i cili do të na jepte një marsh më shumë për të shërbyer, sepse nuk është lojtar teknik, është vetëm thjesht lojtar. Është lojtar i fortë që edhe qendërmbrojtësin e bën me shumë gafa, e bën me shumë forcë dhe nuk është ai lojtari tipik i krahut, mbase nuk ka pasur alternativa, nuk e di, por sepse Bala ka qenë i dëmtuar, Zenollari po ashtu. Bala e pam në fushë, Zenollarin e pam në nxemje, Kosta Vangelin e pam në nxemje. Janë në 3 futbollistë krahut. Janë futbollistë, Nikaj mund të përdorë edhe një skem tjetër me vendosje tjetër që Nikaj mund të ishte ai lojtari i krahut me duke shtuar forcat edhe në sulm. Tani është kollaj për të bërë analizën e asaj që ndodhi. Edhe jam i sigurt që të gjithë bëjmë dakord që Skënderbeu nuk e ka merituar fitoren dje. Por iku sezon. Ky është verdikt. Tami. Po, okay. Jo, është e lirë, mund të diskutoj, por ti them një fjalë Tami dhe pastaj dëgjoj. Ekuacioni ishte i thjeshtë. Dëgjoj, Vini. Po. Të më falësh, sepse në këto momente kam në linjë Vangel Zgurën me ekipin e Pogradecit që po udhtojnë në drejtim të Pogradecit dhe vinë pas fitores. Regjia mund të më lidh në këto momente me Zgurën. Zgurën, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju përshëndes, ku jeni tani në këto çaste? Tani në këto çaste ju përshëndes me këta gangsterat e mi. Pogradeci! E meritoni një të mrekullueshëm. Pogradeci! Pogradeci! Zguro, sinqerisht, urime, thot gjithë paneli, por këtu në studio ne po diskutoni për Skënderbeun dhe na kishte rënë kështu vrerë. Sa dolët ju, po shikoj që të gjithë që janë në studio, qoftë ftuarët e mi, qoftë kameramanët, po gëzohen për atë që po shikojnë tek ju. Një fitore ndaj Besës me rezultatin 1-0. Ç'do thotë kjo për Pogradecin? Kjo do të thotë diçka e mrekullueshme për qytetin liçenor, pasi ka 15 vite pa prekur Superligën dhe jemi më afër se kur. Kështu që i falenderoj gjithë çuna dhe gjithë ata tifozë të mrekullueshëm që kishin mbushur sot stadiumin Elbasan Arena. E mban mend thuj, të ka thënë Baku në studio që do ishte Pogradeci Skënderbeu play-offi. Ju erdhët në takim, Skënderbeu s'erdhi. Ju bëri pak si të dashuruar Baku. La takim tha me Skënderbeun, tha ju erdhët, tha Skënderbeus nuk u erdhi në këtë takim. Megjithatë ju shikoni. Gjithsesi më vjen shumë keq për Korçën dhe për tifozët korçar. E kishin në dorë me atë ndeshje brenda fushës, nuk duhet ta kishin lëshuar, po ky është futbolli. Megjithatë shpresoj që një qytet tjetër i Juglindjes kthehet Superligë dhe ai është Pogradeci, ekipi i mrekullueshëm, presidenti i mrekullueshëm dhe tifoz shumë të çmendur mbas ekipit. Okej, Zguro. Ndeshja me Tiranën tashmë është përcaktuar gjithçka. Si vete ky Pogradec? Me thënë drejtën do jetë një ndeshje shumë e fortë, mirë po Pogradeci siç e kanë thënë nuk i tremet asnjë ekipi dhe do jemi aty kokë më kokë me Tiranën. Okej, Zguro, mundet të më tregosh dhe pak djemt, ti përshëndes? Djemt për momentin u larguan, kjo ishte përshëndetja që na bën për ty. Okej. Dhe
shpresoj shumë që me Tiranën të na vini dhe ju në mbështetje mbasi kemi erdhur dhe ne për Korça na të vini ju për Pogradec. Okej, zguro. Mbani mirë që trajnerin këtë javë. Mbani mirë trajneri, thot Tamikona. Trajneri faktikisht është gjak blu, mirë po për momentin është pjesë e liçenorëve, kështu që është profesionist dhe është pjesë e Pogradec. Trajneri është profesionist, por është mema, s'ke ç'bën. Okej, zguro. Na vjen mirë. Na vjen. Të fala gjithëve aty në studio dhe faleminderit shumë që keni dhënë një vëmendje kësaj lloj fitore dhe ju përshëndes që të gjithëve. Edhe ne ju falenderojmë dhe ndjen të gorëm suksese. Faleminderit zguro, rrugë të mbar. Natyrisht, ndofta sot Pogradeci do të jetë fejs. Tifozët kanë udhëtuar, ishin të shumtë më thatë, domethënë atë ndeshje kemi mundur ta shikojmë nëpërmjet ekranit. Jo, është normale, unë do thoja të them të drejtën që mas fitores që bën me Borelin, të them të drejtën pavarësisht se e kam ndjekur shumë, më tepër kam ndjekur ekipin e Besës. Kam ndjekur bile Besën në fitoren që bërin në Vlorë, më thënë, është një skuadër që për mua duhet ta meritonte Superligën shumë herë më përpara dhe duhet ishte pavarësisht se gabimet që ka bërë, edhe gabimet i ka bërë me Erzenin, i ka bërë me skuadra të vogla, i ka bërë me, më thënë, ka lënë pikë me Erzenin, me Apollonin, me ato skuadra. Ne shpesh themi ekipi që gabon nuk do ta meritonte, si ta meritonte. Jo. Ja pra rrife Pogradeci. Trafi Pogradeci. Jo, thot Besa ka pasur të vetë. Meritonte jo për të bërë play-off. Po pse Flamurtari s'ka bërë gabime? Baku, tani unë Besën nuk ma merr mend se kam ndjekur sa që kam ndjekur. Tani unë po them çka kam parë. Apo jo, me një skuadër që normalisht ishte për mendimin tim mund të ditë edhe më përpara Vorës. Me skuadrën që kishte. Por problemi është që mënyra e menaxhimit sigurisht kampionati nuk fitohet vetëm me të fortat. Pavarësisht se kategoria parë ka emra që normalisht ka emra shumë kampion de la ekip që nuk gabon me ekipet e vogla, nëse do shprehemi kështu, sepse nuk ka ekipet e vogla, ekipet të mëdha. Edhe Pogradeci normalisht me anën financiare, me futbollistat e para punës mund të kesh anë financiare. Por Pogradeci në atë parë ka një skuadër shumë të fortë. Unë e kam parë, në momentin që e kam parë, të them të drejtën, më ka habitur nga mënyra se si luajnë futboll. Domethënë bravo i qoftë. Domethënë tani sigurisht tani do ta ketë vështirë, sepse të paktën më fal, nga historia dhe nga tërë historiku i play-offeve, i play-outeve të kategorisë parë me Superligën, ne kemi parë që Superliga nuk po llogaris Tiranën këtu, që akoma vështirësia është më e madhe. Ne po llogarisim që gjithmonë kur luan kategoria parë me Superligën, të paktën në vitet e fundit gjithmonë ka fituar Superliga. Ildi, një Pogradec që nuk vjen rastësisht. Po, e vërtet, pavarësisht se nisi sezonin me shumë probleme, një ekip i ndërtuar besoj rrugës, pasi edhe presidenca e cila po e udhëheq tani nuk është se i pati frenat që në fillim të sezonit, por besoj se ishte një fitore karakteri për Pogradecin, u tregua një skuadër cinike, arriti të gjente golin e avantazhit dhe më pas mbrojti mjaft mirë atë rezultat. Besoj se Pogradeci me këtë triumf ndaj Besës e ka fituar atë sezonin e tij dhe besoj se ndaj Tiranës do të jetë një finale prestigji. Për mua me fitoren që ka bërë sot me Besën, bravo i qoftë, domethënë. Kupton është vetëm me Tiranës. Po sigurisht, më mirë. Dakor, në rregull tani. Për mua është 50 me 50. Tani 50 me 50. Një ndeshje po. Aq më tepër që presioni është e Tiranës. Përfiton nga rasti dy gjëra ka, e para presioni është mbi Tiranën dhe e dyta përfiton se Tirana s'ka stadium të vetin, kështu që do luhet në një fushë asnjëse. Rregulloria thot që barazimi kujt i shkon në favor? Jo, s'ka barazim. Vetëm as këtu s'kishte barazim. Te e di këtu. Vetëm ke 3 me 6-4 me 5. Dakor, jo. Egli thotë domethënë kjo nuk ka dhe do të jetë në një fushë super asianse. Sigurt është që finalja do të luhet ditën e dielë, ende nuk është vendosur për stadiumin. Opsioni i arenës kombëtare bie pasi atë ditë do të ketë një gjysmëfinale të Final Four dhe 3 opsione janë Elbasan Arena, Arena Ignatia dhe stadiumi Nikadovan. Por i duhet Tiranës që të vendos pasi është skuadra që e pret Pogradecin, por nuk ka favor pjesën e barazim. Tirana luajti derbi në Vlorë, kështu që shko, më hapet pak të çështjen e stadiumeve, po të shikosh, janë të gjitha ekipet dhe janë 3 stadiume, 4 në mos gaboj që do të luhet kjo Superligë. Çfarë ndodh kështu? Ne bëjmë terrene, themi fusha, ambiente plot, po kur vjen fundi duhet të gjejnë s'kan, Dinamo s'ka. Është problemet e infrastrukturës, Po ku do luajnë këto ekipe, domethënë 4 stadiume janë. Normalisht ne sa 5? Jo, më shumë. Sa? Partizani ka. Elbasani ka. Po. Shkodra ka. Po. Vora ka. Vora.
Tani Super stadium. Super stadium. Po. Tani mbaron tribunën deri shtator. Nuk e ka përfunduar. Domethënë Ore, nuk deri ka shtator mbaron. Funduar punimet do jetë super tribunën, stadium për kategori superiore. Tirana ku do luaj? Durrësi. Ku do luaj Po Tirana? Tirana dhe Dinamo s'ka pra mos thuaj 4-5. Po pra. Po pra 8 ka. Po s'kan 8. Dy ekipe nga këto s'ka stadium. Kush dy? Po dy ekipe pra Tirana nuk Dhe ka stadium Dinamo, edhe dhe Dinamo. Dinamo. Po çfarë? Po kaq. Po ke do ti. Kush të ketë? Po mirë. Po dhe Tirana e prishi për bënte veta mëse ka. Po mirë, Chelsea ka. Tirana Chelsea se ka prish kjo. për vërtet. Të dyja i ran qaf edhe Dinamos i ran qaf dhe Tirana. Atëre, Edhe Partizani kishin rënë, po normal. po kalojmë tek Lam ke Skënderbeu. e lam tek Skënderbeu. Ta them unë fjalin, dy fjali. Jo, s'do thosh dy, se ne kemi Mirë, kohë për diskutuar. pak, Dy po fjali pasaj përse je këtu kot. Ose dy fjali. Ekuacioni Ekuacioni se le për gjysmë. i qartë. Po sa të panjora kështë? Pra, jo asnjë pa njërë, vetëm fitoria. të S'kishte, mbarë. një. Po. Stadiumi plot. Po. Koha e mrekullueshme. Tash ti. Unë mblodhen aty ke pista. Thashun, ç'a ndodhi thashun? Bën betimin. Bën betimin. Po shtati betimin. Skënderbeut. Po. Ç'a tha Zguro? Se Zguro është kapiten le shpirtin fush, gjakun. Po dhe i kritikonte. Dhe tha, nuk e di pse e lshuan, tha. Aha. Unë pash një Skënderbe inexistent. Dhe që në momenti që u psua goli dytë, Ekli kishte shumë minuta për ta përmbysur. S'kishte asgjë. Dhe 75 me një lojtar më pak. Asnjë gjuhë 75, por ishte me një lojtar më pak, po mua Bylisi më dukej se luante me 12 lojtar. Bylisi ishte për çdo top, çdo dy luftim. Aty, shpirtin. Kto ishin pati dhe një fat të keq. Dëmtimi e Strelës. Po. Por ti je një ekip që duhet ta, i tha Igli ato, u fut ana tekniko-taktike, i pam ato, nuk e di pse. Pra, të të presoj ty Bylisi në fushën tënde, e kupton? Se kuptova. Ty trof që mund e Bylisi në Ballsh, trof që mund e Laçin atje, kjo ishte, si ka mundësi të çedosh ndeshjen e fundit, si ka mundësi. Unë kam mendimin që ata komplet, pastaj, kanë kaluar 24 orë. Klubi merr përgjegjësitë e veta. Do kalojmë tek kjo sepse do diskutojmë pak. Pas ndeshjes, të paktën Gjoka ka thënë që nuk dal as në deklarime për të folur. Tani unë më fal. Unë do ta filloj me këtë. Në dy fazat e fundit të Superligës, sigurisht që Skënderbeu ishte nga skuadra që nuk ju nda vendit fundit. Për klasifikim. Kishte momente që dilte. Kishte momente, por sido që ishte në 2-3 vendet e fundit. Domethënë, nuk është se Skënderbeu ishte lart dera, por ndeshjet e Skënderbeut, sepse Skënderbeu bëri një fitore shumë të arir në Ballç, ndaj një kundërshtari që ishte direkt Bylisi. Edhe një fitore shumë bindse. Bëri një fitore në Laç. Tani ndeshja, deshte dhe formula ishte fare saktë. Dhe nuk po e llogaris fare. Direkt me kundërshtarët, se me Egnatian dakord, mbase Egnatja është një skuadër atje dhe nuk është, por shumë i që mori pikën. Tani problemi është që ti tani luan përpara, është e tha dhe Baku, ti luan para publikut tënd. Sigurisht që këta futbollistë duhet arrin ta kuptojnë, nuk po them që ai kuptojnë dhe ai ndjejnë këta fanellën e Skënderbeut. Se unë nuk e di që ai lojtari egjiptian apo ai tjetri e di se kush është Skënderbeu, por derisa kanë ardhur ke Skënderbeu, ata e dinë që ata kanë një 90 minutë dhe duhet lënë shpirtin. Tani, shikoja trajnerin Mezani që Bylisi, edhe pse luante për 2 rezultate, unë nuk e kuptoj se kush e deshte fitoren. Ne nuk arrim ta kuptonin që e do Skënderbeu fitoren apo e do Bylisi. Okej, atëre kuarim tek kjo? Sepse nga mënyra se si zhvillohej ndeshja, nuk e desh Skënderbeu. Baku tha, nuk thash, ore, Skënderbeu nuk e deshte fitoren. Me atë që shikonin në fushë, edhe një herë, jo se nuk e deshte fitoren. Jo, dakord, nga mënyra e lojës, tani si ta shikojmë ne? Po pra, duke i bërë analizën, ajo tekniko-taktike që Egli tha, ne shikojmë, dhe kjo që shikojmë ne. Këtë më besueshëm është kur e thot një trajner futbolli. Specialist. Gazetari është i besueshëm, nuk është i besueshëm, derisa jemi në këtë profesion, sigurisht ne japim mendimin ton. E kemi të gabuar, sigurisht, publiku, ata që ne nuk kemi dhe ne, sigurisht që, domethënë, si Korçar, na anonim pak nga Skënderbeu dhe deshim që uronim që Skënderbeu ta fitonte, sepse fati ja dha që ti 90 minutat e të tërë kampionatit i luan në fushën tënde.
Dhe ishte një plus kjo i mund të madh. ndodhte më mirë, se Skënderbeu mund t'i qillonte më mirë, po të luante në Ballç edhe më fitonte. Por nuk luhet tani sikur, ne po bëjmë analizën e një 90 minutë. Asaj që kemi para. Sepse trajneri Mezani i kërkonte skuadrës, është e vërtetë ajo që tha Vini. Ore nuk po themu se ishte me një mangu të Ballçi. Edhe kur ishte me një mangu, ore mua më dukeshin sikur ishte me 2 më tepër. Sepse në mënyra se si luanin futbollistët e Bylisit, për sa i përket qarkullimit të topit, për topin e parë, edhe një trajner Mezani që nuk tha një kthehuni mbrapa, sepse edhe kur ishte 1-2, ai fare mirë mund të kthehej mbrapa, sepse ka dhe diçka tjetër. Kur doli me një mangut, Skënderbeu prap nuk kishte besim ke vetja vet që mund ta përmbyste. Domethënë në momentin që ndeshja u bë 1-2, aty Skënderbeu u fik llamba përfundimtare. Sepse mendonte që thoshte bo tani mua do më duhen 2 gola, ore ti mund të duhen dhe 2 dhe 3. Ti den minutën që bie Bitbili, ne kemi parë jashtë që minutën e 90 i jepen 6 minuta, u dhan 7 minuta shtesë. Ore ti barazon ndeshjen edhe i jepi këtyre, domethënë, i jepi me shpirtin e garës që ti po tregon në fush, i jepi këtyre tifozave që kanë mbushur stadiumin, që i jepi atë që shiko, ore ne e bëm. Sepse në përfundim të ndeshjes ata janë shtrirë aty edhe unë nuk arrit se të kuptonin se çfarë bënin. Shpirti i garës zero. Nuk e di çfarë përgjegjësisë Romeo. Nuk marr përsipër të nxjerr kur shfajtori. Por të paktën analiza tuaj më lidhet drejta të bëj një pyetje. Çfarë ndodhi? Çfarë përgjegjësie kanë marrë këta futbollista nga mënyra e ekzekutimi sepse si e interpretuan ndeshjen. Thash një herë, dy trajnerët sigurisht që Mezani është tjetër gjë, edhe Gjoka është tjetër gjë. Janë 2 trajnerë që kanë minuta, domethënë kanë ekipe, domethënë ai ka dalë kampion me Kuksin, ai ka qenë jashtë, të dy kanë eksperjenca jashtë, domethënë nuk vjen në diskutim mënyrën ose për them që shikoj Gjoka dhe këtu, por dhe trajnerët sigurisht që kanë përgjegjësinë e tyre. Sepse mbas atij dështimi, unë nuk e kuptoj, unë akoma nuk e di se çfarë përgjegjësish kanë marrë ata futbollista në radhë të parë stafi drejtuesi Skënderbeu. Unë nuk e di çfarë përgjegjësish çfarë ka marrë. Ildi, ke informacion, ka ndonjë gjë? Jo, për momentin është akoma në neshtje totale dhe nuk ka asnjë reagim, qoftë nga drejtuesit, por edhe nga lojtarët. Ti njerë si klub merr përgjegjësitë tuaja. Stafi komplet duhet t'japi dorëheqje. Është sezoni dështuar. Ti pore në kategori më poshtë, është dështim. Po. Apo do ta zbukurojmë, do ta limojmë. Jo, s'kemi pse zbukurojmë, sepse në momentin që Ivan Gvozdenovic u largua, vjen Gjoka dhe vjen me pretendimin që ti the që çfarë dëgjoj, unë mendoj që presioni ishte mbi Skënderbeun dhe unë mendoj që nuk e mbajtën dot presionin dhe psikologjikisht dhe nuk kishin motivimin e duhur. Çfarë i dusha? Çfarë motivi dush? Si, se di atë. Po ishte motivi që ti do të biesh nga kategoria. Motivi ka motiv më të madh se kjo të zgjidhësh. Jo, po blindohet. Gjithjavën punohet. Po pra. Për këtë, për t'i bërë blind. Dhe ku t'e kërkojnë? Ore blind, stafit pra po them. Romeo. Ore blind, m'fal, e tha Tami. Ore shpirtin deri sekondën e fundit. Romeo, ta do ishin sigur. Pse ne po themi, pse po themi ne që shiko, ne se tash analizën ne po e bëjmë mas neshës. Po natyrisht tani analizojmë pasi ka ndodhur ndeshja. Me leximin e ndeshjes, unë nuk po hy në anën teknike, sepse çdo fjalë mbase mund të jetë, unë thashë, unë respektoj një trajner futbolli. Respektoj një futbollist. Sepse ne dhe unë dhe Baku për 30 vite që merremi me këtë profesion, ne sigurisht jemi të besueshëm, por normalisht nuk mund të jemi aq i besueshëm sa është një që i ka rënë topit. Edhe sigurisht analizën gazetari e bën sipas atij, edhe nuk hyn shumë në detaje, por mënyra se si u zhvillua ndeshja. Domethënë, një Skënderbeu që nuk kërkonte të fitonte ndeshjen. Edhe një herë, nuk po them se toleroj, që të kuptojnë dhe ata që ore dëshirën për fitore më të madhe e kishte Bylisi, i cili vinte në Korçë për 2 rezultate, se dhe kjo ishte shumë domethënëse. Se më fal, Bylisi mund të rreshtohesh atje mbrapa, par kontra autobusin, edhe i ka të gjitha mundësitë që ta merrte barazimin. Okej, shiko, unë këtu që jam, natyrisht unë do të përcjell zërin e atyre tifozëve që të paktën kanë dëgjuar dhe ju më analizoni, më kundërshtoni ose më pranoni atë që po them. Shumë fjalë, natyrisht që në rrjetet sociale dhe kudo i kanë thënë tifozët dhe kanë thënë që deshin ta rrezonin këtë Skënderbeu ose nuk deshin ta mbanin më në Super League.
Kush? Shiko. Kush nuk do të ta bante? Shiko, Po pra kjo nuk desh presidenca, nuk desh. tani Ha? këto, Jo. shiko. Jo. Tani kur flasim në Mos institut mos bjerë dhe ti në nivelin e jo. Unë për cilëzarin e tyre, mo. Po. Romeo. Unë atë zë kam të drejtë për cilë. Romeo, Unë e shtroj që ai që më dëgjon, ai që më shikon në këto momente, të thotë atë pyetje që shtrona nga shtëpia, e shtroj unë. Ti thua i verbri çdo sy. Romeo, Pra, Romeo Skënderbeu, unë e thash. Prag ndeshja kishte disa gjëra pozitive për Skënderbeun, kishte edhe disa gjëra negative. Unë kur kam dalë në Skype ju kam thënë, ajo që s'm pëlqen është që Skënderbeu është i fortë me të fortit dhe është i dobët me të dobtat. Se faktikisht 2-0 me Teutën, 3-2 për Teutën. Jo, me gjitha këto ekipet e fundit i kishte negative gjitha. Edhe me Tiranën dhe me gjitha. Tani, Teuta, edhe këto emrat, janë emra, por unë po them të dobët duke qenë... Me Teutën e 3. Me Teutën kam qenë avantazh këtu në Korçë. Nga fitore... Bylisin 2-0, 2-1. Po dhe me Teutën, më 1-0... Jo, fitoj me Byl. Me Teutën e përmbysi. Ore, është mundur fazë 3, mos ka bëj 2 ka fituar Teuta më. Ku? Këtu më në Korçë. Po më se është vërtet kjo, ta jap unë. Po jo nga 2-0, 3-2. Po nga kryesonte më fitonte. Teutën. Ore unë po Po ja pra them. me dobët fitoj në Ballç, fitoj në Laç. Fitoj. Shiko, erdhi Laçi, më fal, erdhi Laçi e mundi këtu. Fazën e Po të lutem, po mirë tani ne po flasim. Pikë të lënë janë. Ore ne po flasim çfarë bëri. Do thuash ti vajti ala u akun, dakor, më unë po flas. Ishte 2-0 me Bylisin. U bë 2-2. Ato 2 pikë ishte? Me Teutës ke marrë si pikë. Tani ishte E ke mundur këtu më. Ishte 2-1. Shiko me li. Edhe shikoj Po pak. çka nevojë ta shikoj? Kam qenë stadium. Me çfarë konstatoj unë, ne kemi ekzistojnë gjitha fitoret që kemi bërë dhe gjitha humbjet janë aty të shkruara, nuk i ndryshojnë. Tani në fitoret që ne kemi bërë të paktën në fazën e 4, kemi bërë ato Kam qenë stadium. kemi bërë ato ndeshje ku ne 2-1. Në Korçë. Në Korçë. Në 4 fazat, shikoj 4 Tani unë po them në 4 fazat, tash unë e di unë një fitore këtu. Pa ato Në 4 faza, Teuta Skënderbeu 1-0, Skënderbeu Teuta 2-1, Teuta Skënderbeu 1-1 dhe Skënderbeu Teuta 2-3. Ah, më fal. 2-3. Skënderbeu Teuta. 1-0, 1-3 në fund trashita. Ishte në avantazh. Ishte 1-3 pra ka shkuar. ishte 1-0. Ore ishte 1-0. Po Pakën si mirë ka, më çfarë si 2-3. Ka rëndësi. 2-3. Ore ishte në avantazh Skënderbeu ka fituar Teuta. Dhe e mora, mendoj. më fal Baku, e mora me ekipet. Po ishte Milani 3-0 me Mi më Liverpool. mirë. Ore e mora me ekipet që janë kaçë, nuk e mora me ato. Po, Ndërkohë që fitonte mund të barazi me Partizanin, mund të Ignatian, Tami mund të Vllaznin. fazën e 4 të doptit i mundi. Edhe Bylisin, edhe Laçin. Jashtë. Sepse e kishin mundur ato fazën një fazë. Tani ta analizoj pak të pse kemi fituar jashtë dhe pse nuk kemi fituar dot brenda dhe me Ballçin, edhe me Laçin, edhe me Teutën, edhe me Tiranën. Sepse në ndeshjet që ne kemi shkuar jashtë, si në Ballç, si në Laç, kemi qenë ekipi në disfavor dhe kemi pritur. Nuk kemi qenë ai ekipi që kemi ndërtuar apo kemi sulmuar gjithë kohës. Po, kemi pritur, kemi kundërsulmuar dhe kemi fituar të dyja ndeshjet. Ndërsa në ndeshjet që ne kemi zhvilluar në fushën tonë, atëherë kur kemi qenë në letër, në favor për të fituar të ndeshje, qoftë edhe ndeshjen e fundit, qoftë edhe para 2 javësh me Tiranën, kemi qenë ai ekipi që ne duhet ta kërkonim me ngul fitore dhe duhet ishim ne ai ekipi që ndërtonim gjatë gjithë kohës dhe që ishim aty lart. Kjo nuk ka ndodhur, sepse mbase edhe cilësitë në mes fush lojtari e strela deri diku, kurse lojtarët e tjerë janë më shumë lojtarë shkatrues se lojtarë ndërtues. Dhe besoj që ka qenë ndeshja me Tiranën, pjesë e parë mrekullueshme për Skënderbeu dhe një pjesë e dytë për të futbolli është 90 minuta, nuk është 45. Se ndryshojnë situatat. Çfarë situatë ndryshojnë me Tiranën? Ndryshojnë situatat, edhe ekipi kundërshtar ndryshon dhe ti nuk ndryshon një po i njëjti. Edhe në ndeshjen e dieshme. Ekipi kundërshtar vazhdon të shtonte ritmin, vazhdon të shtonte grintën, kurse ne vazhdojmë dhe e ulnim. Prandaj po them që në ato ndeshje ku ne kemi qenë në favor, ekipi ka çeduar, ndërsa në ato ndeshje ku kemi qenë në disfavor, kemi pritur, kemi kundërsulmuar. Sepse kampionati shqiptar ka treguar që cilësitë dhe disnivelet nuk janë shumë të mëdha midis njëri tjetrit. Janë aty dhe me një mbrojtje të mirë dhe me një kundërsulm të fortë mund ta godasësh kundërshtarin çdo moment. Tani të diskutojmë pak sepse kjo është situata në të cilën ne erdhëm tani, Heraklio Skënderbeu. Në këndvështrimin tënd, Ildi. Po. Trajner, duhet të vazhdojmë? Moralisht, duhet kishte dhënë një dorëheqje tani në këto momente dhe pastaj presidenca le të bënte çfarë të deshte, le ta pranonte përsëri për të filluar sezonin apo jo?
Besoj se po, duhet ta kishte edhe ndorëheqjen për vetë faktin se objektivi Nuk u realizo. Nuk u realizua dhe vetë trajneri e pohoi në fillim në konferencën për shtyp, kemi qenë të gjithë ku tha që në qoftë se rezultatet nuk do t'jenë në favorin ton, atëherë edhe kjo kontrata 2 vjeçare që firmosën në fillim, natyrisht që do të bjerë dhe padyshim që drejtuesi do kërkojnë një frymë të re për ta ringritur Skënderbeu. Ndodhemi para një situatë të tillë, po përgjigjet edhe kësaj pyetje, po ndodhemi para një situatë të tillë që shumë prej futbollistëve ju mbaron kontrata ose janë në çastet e fundit. Këta futbollistë si Alia, disa të tjerë mund të qëndrojnë, mund të jenë pjesë e këtij Skënderbeu apo mund të largohen dhe i bie që të riformohet përsëri një ekip. Aty ka plot lojtarë të cilët në kategorinë e parë. Jo, Alia ka dhe 1 vit kontratë. Mirë, po është lojtar që nuk e di, e ka +1. Dhe kjo +1 do thotë që nëse ti bie në kategorinë për apo tani se ti je menaxher dhe normalisht nëse bie ekipi, normalisht plas për një portier që e kërkojnë, domethënë ai është një portier që unë i kam informacionet dhe nuk besoj se jo më larg se këtë vit e kanë kërkuar dhe sigurisht ai e lçonte vetëm nëse paguani. Kristian Roku, një portier i shkëlqyer që nuk u përdor. Mund t'i virata tani? Nuk u përdor gjatë këtij viti, ka kontratë edhe 2 vjet, domethënë. Them një portier i shkëlqyer. Dakor. Romi, aty ka plot lojtarë që në kategorinë e parë bën shumë punë Skënderbeut. Por nuk duhet ta shikojmë kategorinë e parë si një shëtitje që do të bëjë Skënderbeu. Sepse do të ngjitet sepse është shumë e vështirë për të ngjitur. Do ketë rivalitet. Kërkon po të njëjtin buxhet siç ne kemi pasur në Super League. Nuk do ta shtrojë njëri rrugën ta kesh ti të lehtë. Ke plot ekipe të cilat sepse deri tani dim Laçin, Besën, domethënë që ke plot ekipe të cilat luftojnë, ka futboll, Besa Angeli, Burreli. Ne kemi parë dhe nuk ka qenë lehtë për të ringritur. Kemi parë flamurtarin që pas shumë vitesh mezi u ngjit edhe me investime. Kategoria e parë nuk është e lehtë, do një grup të fortë, do lojtar cilësor për të kaluar te përgjegjësitë, pastaj stafi është i pari ai që mban përgjegjësitë. Sepse ka dhe një gjë, ka një gjë, të paktën këtë e di, nga presidenti i Bylisi, për shembull, e di shumë mirë, më tha, shiko, unë tha bua i tha, kur jam në kategorinë e parë, tha për të bërë lojtarë, sepse lojtarët mund të vinë nga Superliga, po nëse jep më shumë se Superliga. Për në kategorinë e parë. Kur dalë unë në Superligë, tha, ata vinë dhe pa lekë. Sepse marketingu në Superligë, domethënë është shumë problem. Kupton, është as nuk diskutohet. Domethënë kjo është po flesim menaxherit tani. Jo, kështu është. Jo më kështu është. Po e para punës ai thoshte që ore, e para punës mua në Ballç nuk më vjen lojtari nga Superliga, në Ballç nuk më vjen. Në qoftë se unë nuk jap 2 fishin e Superligës, domethënë kjo është diçka sepse duat dalë te kjo. Dhe Skënderbeu normal që pastaj disa lojtar, sigurisht Skënderbeu mund të kenë kontrata, por në qoftë se ata bien një kategori më poshtë, ka lojtarë që nuk pranojnë që të luajnë në kategorinë e parë. Sepse Superliga është gjithmonë Superliga. Çfarë do? Po nëse nuk lëshon presidenca. Portierin në kategorinë e parë. Është portier që kërkojnë shumë ekipe. Mirë, për problemi i stafit dhe problemi Bismarck, Nasri. Tash ata janë, shiko, ka treguar fakti Tirana ra nga Superliga, edhe lojtarët ishin të paguar njësoj. Dinamo ra nga Superliga, hyrin Superligë. Ra nga Superliga, kontratat e futbollistave ishin nga 4.000 euro, nga siç ishin. Ekipi më i paguar mbi Superligën në këto momente është Flamurtari. Lojtarët e Flamurtarit marrin, lojtarët marrin nga 7.000, nga 8.000 dhe 10.000 euro. E diti kush merr 10.000 euro në Superligë? Në Superligë përveç Balajt, që nga informacionet që kam unë, që merr 10.000 euro ose $10.000, nuk merr lojtari 10.000 euro, siç merr Vasil Shkurta te Flamurtari. Ka marrë tek Besa tek Flamurtari. Ore, Vasil Shkurta te Flamurtari merr 10.000 euro. Erdhi nga ishte, nga Korea Jugut, nga ishte. Ky portieri Bylisit mori për 2 muaj 20.000 euro. Po, prandaj po them. Batista? Investi dhe portier, domethënë, janë sot nuk ka të bëj Romeo se ekipi bie një më poshtë. Mos kujtoti se buxheti në një kategori më poshtë, ore është kampionati është nuk edhe më i madh se Serie A. Si duhet më i madh. Mi madh se Superliga për ty në Superliga nga kategoria e parë, sepse po si. Po njësoj ta ke, do ta ke.
Njësoj. Po nuk është se kërkon më pak lek për Po, të pra. marrë pjesë nga Jo. e para, në qoftë se Ashtu do e jesh vjen. ekip pretendent për të Pretendent ngjitur. Nuk për është të puna qenë, se e ke buxhetin 500 për shembull, e do shkosh atje dhe duhet 200 apo 300. Ora duhet pa i buxhet. Sepse ti ke hyrë atje dhe do të kthehesh prapë. Po ai pra po mos thoni që më i lartë. Po jo, pra jo, po Ore, themi duhet që pa i nuk është se buxhet tash. kërkon më pak Kjo investim. besoj ishte edhe një përgjigje për atë pyetjen që shtrove ti nga tifozët se të gjithë e lidhin me aspektin financiar, që Skënderbeun e rëzuan se mendojnë se në kategorinë e parë Po, do do të ketë- shpenzojnë më pak, do të por ketë- do të ketë e shpenzime vërteta pas. është Shko, ndryshe. Romeo. Po pra, shumë i vëmendshëm. Romeo, unë di të them. Por ndërkohë regjia, të lutem, jo do vazhdojmë edhe pak tani, të lutem të më përgatit edhe studion tjetër me djemtë e futbollit. Po, Romeo, unë di të them vetëm një gjë. Në qoftë se tifozat sot në rrjetet sociale akuzojnë një skuadër ose skuadrën e tyre të zemrës. tifozët janë Jo, në jo. drejtën e tyre tani. E para punës njerë tifozët kanë gjithë të drejtën e tyre, por normalisht, tani ne, në momenti që shikojmë të Skënderbe, ne çdo lloj aludimi mund të bëj, po të arrish deri atje, sa të thuash që ky Skënderbe nuk deshte të rritën superiore, tani kjo është shumë e Unë rëndë. s'kuptoj dhe diçka tjetër. Edhe kjo këtë s'mund ta themi. Dolën kampion këto, 12 vjeçar. Po, Se s'luajtëm, ku të luanin? ekipin e parë. S'të kuptova. Po më të merrnin lojtarë. Dije dolën kampion. Jo më jo gjatë sezonit ka lojtarë shkëlqyer atje. Është tjetër tema, do ta diskutojmë për Po, është tjetër temë. Po, Edhe diçka. po pra të kuptoj bako e ke të drejtë. Po, pra. Në dijenin time që është e sigurt, Po. Skënderbeu ka pasur buxhet më të lartë këtë vit që ka rënë nga kategoria se sa vitin që shkoi që morën pjesë në 4 ekipet më të mira. Dhe kjo është e sigurt. Buxheti ka qenë më i madh dhe janë harxuar më shumë lek këtë vit se sa vitin që shkoi. Kushtrova atë pyetje kisha parasysh edhe këtë fakt sepse gjatë këtij sezoni pse janë marrë? ja larguar disa lojtarë, Kjo ka s'ka mundësi parasysh. të qëndroj. Qëndron. Po shitën lojtarë. Unë po them shpenzimi i ekipit për këtë Okej. sezon që ra nga kategoria dhe sezoni që morën pjesë në Jo mendova, ndoshta me shitjet. tjetër gjë ajo Po, pastaj. po, është- mirë, Unë jo. po them Jo, shpenzimi, okej, shpenzimi. po dakor. Buxheti është buxhet. Po, Shitjet sigurisht, do Tjetër thënë pjesa- janë ato janë amortizo. ato janë pjesë e menaxhimit të Por që kjo klubit është e sigurt normalisht. që këtë vit Më fal, po, ajo është. Por ajo që rëndon do të se balat për gjysë, ajo që rëndon është që shiko, tifozat mund të bëjnë çfarë do lloj aludimi, sepse tash tifozat dalin edhe thonë që shiko, u humbi Milani, unë e kisha vu fitore dhe tani janë gjëra, Shiko. janë gjëra, nuk mund të arrin deri aty, Tami, nuk mund të arrin deri aty që më ka bërë përshtypje një As, gjë. e, se pa imagj- Në një stadium dihet të mbushur plot, ha? Do të ta pranojmë që kishte shumë tifoz. Janë larguar gjithë me kokën ulur. Nuk ka pasur asnjë lloj ofendimi, asnjë lloj. kjo është normale, më. Bylisin e kanë duar trokitur, Ore, e kjo është kanë duar trokitur në Ore, fund kjo në është fund. normale, më. Kjo është qytetaria korçare dhe unë këtë dua. Dhe nuk dua më atë të ofenduar në korë, atë të sharë në korë. E kam thënë me dhitra herë në emision. Dhe kjo është qytetaria. Por tani tifozët ndofta edhe kërkojnë edhe diçka tjetër. Se të kërkosh edhe një falje siç bëri Laçi tani, si klub doli dhe tha, tifoz, na falni për këtë rënë nga kategoria. Në tekst Skënderbeu nuk e kemi para akoma, të paktën një më shiko, fal për moral. ne, për Apo jo? mua, Apo e gli. shiko, unë me Ervinin, nuk besoj se do të ripaj. shiko, unë me Po jo, Ervinin, dakord, por që edhe një gjë e tillë, Duhet të mirë kuptojmë sepse tensioni, presioni tani është shumë i madh, mërzitja është shumë e madhe, tifozët kanë shumë të drejtë sepse futbolli në fundit për tifozët luhet. po ata kanë Përfaqësojnë- mbështetur. Ta pranojmë që kanë mbështetur të Tifozët Skënderbeu. kanë shumë të drejtë dhe janë ata që e vuajnë më shumë këtë humbje dhe këtë rënë nga kategoria. Se këta lojtarë që janë sot, nëse do të ikin Po, gjithë pra, për ekipet po. tjera dhe prap po ne jemi këtu në Korçë dhe këta tifozët e Skënderbeut janë ata që do ta mbështesin po. për shembull, unë që u nisa me shumë qejf nga Tirana për të parë një ndeshje, fare mirë mund të shikoja sepse një shoku im tha, një kolegu im tha, ore, nuk mund të shikosh ta Skënderbeun tha me atë në kuptimin e mirë para Partizanit me Elbasanin. Shikoj thash, në mesjavë pash kupën Partizani me Ignatja. Pash një Partizan që më ka zhgënjur totalisht. Që nuk ka shkuar një herë në port. Sigurisht problemet e Partizanit janë ato dhe ne mund të diskutojmë, por kur mendoja që në kanë ndeshje që luhet, për mua ishte Skënderbeu Bylis. Dhe ne tani që jemi në këtë fushë, unë normalisht nuk nisem nga Tirana të vi në Korçë për të parë një serenatë korçare, se serenatën korçare kam kur e shikoj. Por në kishte ndeshje në kampionat, në Superligën shqiptare, ishte Skënderbeu edhe kjo. Kishte brenda gjithçka. Sepse ajo që më gëzonte mua ishte fakti që Skënderbeu luante me këmbët e veta në stadiumin e vet përballë tifozëve vet. Nuk fitoi, por sigurisht që futbolli kështu është. Okej. Por ka qenë edhe një futboll i bukur. Ditën e dieshme ku U19 e Skënderbeut është pallur kampion. Partije. Po.
Djemt i kam në studion, por i kam në studion tjetër. Regjia mundet të më lidh në këto momente me një pjesë të futbollistëve të ekipit të Skënderbeut. Ja pra ku janë, këta janë kampionët e vegjël, ushqit e vegjël që themi dhe nga studio vjen. Faleminderit. Për të gjithë ju. Shumë faleminderit për Do këtë thosha që ftesë. nuk do ta lë me kaq. Sot është prezantimi për të thënë dhe për t'ju mbajtur edhe ju në atë formën e mirë që treguan në fushë për të mbajtur edhe tani në këto momente. Pas javën e ardhshme ju premtoj me të gjithë ju futbollistët e ekipit unë të do t'i kem këtu në studio në këtë panel për të folur edhe më shumë. Do të lusha gjithëve në këto momente pasi unë jam pak larg këtu dhe e kam të vështirë të shikoj, desha një prezantim nga ana juaj. Unë jam Gjition Begaj. Ka mikrofonin mund të filloj prezantimin. Unë jam Gjition Begaj dhe jam Regjia pozicioni... lutem pak zëri, nuk kam zë në studio. Regjia, pak zëri në studio. Mos ka probleme me mikrofonin? Do presim pak një moment. Tami, një pjesë e kampionëve të vegjël. Unë në radhë parë një uroj se unë ndeshjen e kam ndjekur live, fal komentin Transmetimi që kemi bërë që ka bërë ju, kupton, e mora vesh, sigurisht që mbase mund vija edhe një ditë përpara, por mu bëj qefi, e para punës njerë, pash një ndeshje ku brenda kishte futboll dhe nga mënyra si u zhvillua ndeshja duke qenë se Partizanit sigurisht paktën nga rezultati i duheshin 2, i duheshe i duheshe të fitonte, më duket, duhet fitonte patjetër. Fitonte se Skënderbeu kishte barazimin edhe fitonte. Megjithatë, historia e këtij Skënderbeu ka qenë për faktin se vetë formula ishte ati, se unë mos gaboj Skënderbeu iku shumë pikë përpara, domethënë Skënderbeu kishte iku shumë përpara. Unë këta çuna t'i uroj me shpirt dhe ju them që marketingu që do të zhvillohet tani me atë kompeticion ku do luajnë, ju jap një këshill të prezantojnë sa më mirë Skënderbeun dhe të ruajnë kasetat e ndeshjeve. Djema, besoj më dëgjoni në studio, a? Po. E kam të vështirë unë të dëgjoj edhe këto çaste. Ju besoj se më dëgjoni. Ishin futur deri tani. Ha? Ti kisha këtu në studio? Po. Okej. Mizonsen direkt. Okej, duket se në këto çaste derisa të rregullohet dhe ky problemi teknik, do thosha që ishin këta dim, por unë do të qëndroj shumë egli tek ajo. Më pëlqen për t'i patur këta dim këtu tek Skënderbeu. Nuk e di, sepse më pëlqen. Në kategorinë e parë jemi, kështu që mundësia reale është jo vetëm kategorinë e parë, edhe në Super League, por ata do jeni forcë e shtuar të gjithë për Skënderbeun e këtij sezoni. Jo, shko, e kisha fjalën këtu që nuk duhet që ti mendojmë që në këtë moment ti fillojmë tani ti largojmë, ti uazojmë në përca ekipe, ti shpijem. Nuk jam dakord për këtë. Shumë i saktë. Sepse ky titull kampion, po, do thotë shumë. Do thotë shumë, por nuk ka vlerë nëse këta lojtar nuk i shërben në ekipit të rriturve. Sepse kjo kupë humor është tani është statistik dhe nëse këtu ne nuk nxjerrim lojtar nga akademia që do të luajnë për ekipin e parë, s'kemi bërë asgjë. Pavarësisht kupës. Jo, ka një gjë këti, shiko. E para punës njerë, stafi e di shumë mirë, sepse klubi i di shumë mirë kush janë ata lojtarë. Po, kemi vite që nuk po shikojmë në ekipin e parë lojtarë nga... Ka dhe një gjë. Tani 4-5 futbollista, a 6 mund të jenë te ekipi i parë, po dhe se u azohen disa lojtarë të tjerë, nuk është se ka një problem, sepse problemi i lojtarëve të unën të mëdhjetës në momenti që mbarojnë ciklin ke unën të mëdhjeta, ata që mbarojnë ditëlindjen, është një problem shumë i madh. Si tu azohen, më pse tu azohen? Skënderbeu nuk ka as unjës të njëjtë. Skënderbeu, më pse Skënderbeu duhet mbari mall të huaj kur ka ala me çunash. Po sepse aty ka tuaj më baku, po aty ka tuaj më baku. Po, ju dëgjojmë. Atëre, do të lutesh atë gjithëve, pasi ju kam lartë nuk ju dalloj dot, prezantimin tuaj. Unë jam Gjition Begaj, jam pozicioni mes fushor. Po, u ta kalojmë, vazhdojmë me radhë. Unë jam Antonio Mitre, pozicioni mbrojtës i djathtë. A me numrin 2, Mitja. Po. Unë jam Arxhej Beluli, mbrojtës skrau, i majt ose i djathtë. I luan të dyja të Belul, pasi hyre edhe në fushën e lojës në këtë ndeshje, por nuk e di pse të dhanë atje bashkë me kapitenin more kupën. Po. Po, drejta. Do më për Belulin. Do më për Belulin. Okej, vazhdojmë. Unë quajmë Skerti Gjigjo, kapiteni. Jam sulmuesi i Skënderbeut. Po ti po mos ishe sulmues nuk do bënje edhe golin. Po. Po, vazhdojmë nga grau tjetër. Unë jam Fidel Korçari, edhe luaj qendër mes fushor. Po, të pamë edhe shumë nga sulmi ty, Po. S'doli goli. Nuk deshte. Nuk deshte për ty? Po. Nuk deshte, okej, vazhdojmë. Unë jam Elor dhe Misha dhe jam portir. Natyrisht, një gol pësove tek penaltia u drodhe pak, por që gjithsesi nuk e di çfarë i hipnotizove atë çoshkun, që nuk arriti dot shënontar.
Po, vazhdojmë me të prezantimin. Unë jam Jetmir Laze, jam mbrojtës i majtë. Laze, Po. Një kampionat i mirë për ju? Ishte një kampionat shumë i mirë për gjithë grupin, jo vetëm për mua, dhe në fund ja dolëm. Dolëm kampion. Ja ti bëj një pyetje unë. Baj vini, po ti le ty këta. Çuna. Po. Ju do doni të luanit për Skënderbeun apo të uazoheshit në skuadra të tjera? Pyetjen e fundit na e morë. Tani. Po, Laze, mund të vazhdosh. Dëshira jonë më e madhe është të luajmë për vendin tonë edhe për ekipin e Skënderbeut. Bravo, urime çuna, urime. Faleminderit. Dgjoj, Dema, duhet të pyes për diçka, sepse pas përfundimit të dy fazave të para ju ishit mos gaboj më ndihmoni me 10 apo 12 pikë përpara. Ishim 13 pikë larg vendit dytë. Po. Ndërkohë që më pas përgjysmohen. Po, përgjysmohen në fazën e 3 dhe të 4. Po. Jo, desha të di opinionin tuaj. Pati ndonjë ndikim kjo? Po, normalisht që ka ndikimet e veta dhe kjo pasi ne vim nga një faze parë dhe faze dytë shumë fantastike, le të themi, sidomos çunat kanë bërë shumë mirë nga i parit e i fundit, sidomos stafi ka bërë jashtëmase shumë mirë me punën e palodhur të tyre dhe ja kemi dalë fazën e parë, fazën e dytë, po kjo ndikoi dhe tek mentaliteti jonë, le të themi, se është diçka që të jesh 13 pikë larg dhe të shkosh 6 pikë. Po, që janë dy ndeshje që mund të bësosh një humbje një barazim dhe pikërisht, të kapën çdo ekip. E gabuar dhe kjo formulë. Po më pak si thua e gabuar se ç'është kjo e Final Four. Po. Sepse këtu përgjysohen të gjithë, e kupton? Po. Do desha pak ta kaloj mikrofonin te Xhixhoa. Thuaj jepja që Skerdi Xhixhos, jepja. Po, Skerdi Xhixho, Skerdi duke se ke tifoz këtu dhe tani koma më thotë që jepja pak Skerdi. Po ta le ty. Skerdi, përshëndetje. Të përshëndes. Besoj se më njeh, besoj. Po. Më mban mend se kemi qenë në një turne bashkë. Po, normalisht, mbajmë. Më duket se e more në menaxhim. Jo, s'ka lidhje fare. Para punës njerë mua më bëhet qefi sepse unë Skerdin e njoh kur kemi qenë me Vasianin, kemi qenë në një turne në Itali. Po. Edhe Skerdi është një lojtar që normalisht mua më bëhet qefi, do thënë pa dashur, do thënë jo se çunat e tjerë nuk i njoh, por me Skerdin dua ta uroj personalisht me fjalë, duhet të arrit kuptoj një gjë që kompeticioni ku do marrim pjesë, është një kompeticion, është një marketing, është një vitrinë, sepse të luash në Champions League-ën Youth, më tha aty ku do luajnë këta. Atëre, Skerdi, dhe më fal dhe po ju them vetëm një gjë që mundoni të tregoni aftësitë tuaja, sepse edhe ata sigurisht që nuk është se kanë asgjë më tepër se juve. Edhe një gjë po ju them, ruani të dy kasetat e ndeshjeve. Po. Skerdi, ty të lejohet të luash në Champions League sipas moshës? Jo, mua sipas moshës. Se është dhe kjo? Mirë, është tjetër pasaj. Po pse? Po se ka plotësuar. Ka plotësuar moshën është 1 vit apo 2 vit më i madh? Fillon sezoni i ri, Skerdi ti ka mbaruar mosha. Atëre, Skerdi, mund të më bësh një përmbledhje ku qëndroi forca e këtij Skënderbeu në këtë sezon që ishit më të mirë nga gjithë të tjerët? Ky sezon merit të madhe do jepja 2 trajnerëve tan, të cilët me punën e tyre të palodhur dhe me pasionin dhe dëshirën e madhe bën që ne të jemi këtu ku jemi kampion të Shqipërisë. Na i thoni emrat e trajnerëve. Edmir Osmallari dhe profesor Çajku. Mua më ka bërë përshtypje diçka tjetër. Pasi ka përfunduar kjo ndeshje, kam parë Fori Vjeros dhe Kledi Lartin, 2 ish trajnerët e këtij ekipi që kanë qenë gjatë fazës së parë, mos gaboj Dema? Po. Gjatë fazës së parë kanë drejtuar të ekip, kanë marrë Osmallari dhe Çajku, 2 trajnerët e tjerë, dhe të 4 i kanë ftuar dhe të 4 kanë marrë medaljen e këtij titulli kampion. Bravo i qoftë sepse Fori Vjeros dhe ai Larti kishin dhe ato merit të plot në kontributin që kanë dhënë. Mos gaboj, Larti ka qenë dhe vjetë. Bravo i qoftë klubit që i ka ftuar, bravo i qoftë. Atëre, e kalojmë pak mikrofonin tek të lutem kush është? Arzej Belul. Arzej, një ndeshje që kishte brenda gjithçka, kishte një ndeshje emocioni. Si arritët ta përballonit këtë takim kur natyrisht ju vërtet luanit për 2 rezultate, por kundërshtari ishte për 1. Kishte për sa i përket asaj që ne shpesh themi në fushën e lojës se ato çështet e nervozizmit, sepse i pam, kishte ngarkesë psikologjike? Po, normalisht kishte presionet e veta dhe mendon se menaxhuam mirë. Dhe ja dolëm, besoj. Deri arritëm këtu ku jemi dhe kemi merita të gjithë.
Natyrisht me rita e të gjithë lojtarëve, nuk e di, kaloj pak mikrofonin. Kush është, lutem? Antonio Mitre. Mitre, një mbrojtje që në momentet caktuara që doj pak, por më pas duke sikush e mblodhët pak veten. Po, sigurisht ne duam gjithmonë fitoren edhe unë si mbrojtës krau gjithmonë nga detyrat e trajnerit kam për detyrë që edhe të eci përpara e nga dëshira e madhe për të ndihmuar ekipin fazë sulmuese mbase edhe kemi lënë hapësira mbrapa. Por në fundit ishte një sezon i mirë. Po, mund ta kalojmë pak mikrofonin? Gideon Begaj. Begaj, duke se e ke marrë gjithve atë atje duke edhe si lider në fushën e lojës. Ka një lider tek ju? Këtu gjithë jemi lidera. Përderisa kemi bërë një kampionat fantastik, jemi gjithë lidera nga i parit e i fundit. Desha të bëja një falenderim shumë të madh për drejtorin e akademisë Nea Zhidro, i cili para 2 vitesh mua më ka marrë nga ekipi Partizanit, ku atje më hoqën pa të drejtë le të themi dhe jam këtu tek ekipi Skënderbeu dhe kam bërë shumë mirë. Shko, asnjëherë mos u dekurajo, asnjë prej jush, sepse karriera sportive është e gjatë, mund të ketë ulje ngritje, mund të ketë padrejtësi sa duash, por në fundit del në dritë ashtu siç dolët edhe ju me këtë Skënderbeu dhe vërtet domethënë jeni krenar në këtë moment. E kuptoj, por që kur kam ardhur në Skënderbeu jam ndier shumë mirë dhe të them të drejtën, e dua shumë këtë qytet, e dua shumë këtë fanell, madje e dua më shumë se qytetin tim, se më ka mbështetur dhe më ka ngrohur jashtë mase. Jo, e shikoj pas disa vitesh do të jesh tek ekipi i parë i Skënderbeut, ti e bleri Almere. Kam shumë dëshirë të luaj tek Ore mos e shaj Partizanin se do kthehesh prapë ke Partizani. Ta premtoj që këtu që nuk kthehem tek Partizani për faktin se jam dashuruar shumë me këtë ekip. Po e di atë fjalën kur mos thuaj kur. E di, po edhe disa njerëz kanë edhe ata piksunimet e tyre. Jo, ti mba presionin e lojës, jo mos bash presionin e tamit këtu në studio. Kështu që mos. Po, mund ta kalosh pak mikrofonin tek tjetri? Fidel Korçari. Fidel. Po. Të pash që luajnë në qendrën e sulmit, duket sikur pak Skënderbeut i mungojnë këta sulmuesit? Po edhe ndoshta edhe i mungojnë. Sa gola ke shënuar këtë sezon? 9. 9 gola? Po. 9 gola tabi? Mund të jeti kuce arte vogël? Jo, më fal, nuk e di kush është golçënuesi më i mirë i kësaj kampionati. Kush është golçënuesi? Skerdi. Mesazh dëgjua. 12. 12 gola. Ju jeni i dyti me 9. Më fal, i kampionatit, i tërë kampionatit. I gjithë kampionatit, Jo vetëm i Skënderbeut, shumë mirë. Po pra, shumë mirë, domethënë është rezultat. Okej, ma kaloj pak tek Dermeshaj mos gaboj është? Po. Duke sikur kjo lojë e portierëve ishte përcaktuese në këtë ndeshje, si keni parë këtë kampionat, këtu desha të dilja pak, ka talente të reja tek porta, domethënë me ekipe që ju keni parë deri tani. Kur një prej tyre jeni dhe ju pa diskutim. Ka patur talente. Ka qenë portieri i Tiranës edhe i Shkodrës. Ndërkohë më shuaj një kuriozitet, tek Akademia e Futbollit, ka nga ata fëmijë që e pranojnë që të jenë tek porta? Po, ka që e pranojnë. Sa portierë stërviten atje? Sa jeni? Pasi keni dhe një përgatitë portierësh mos gaboj, mund të ma konfirmosh kush është? Po, Qiriako Gjergo. Po, është pikërisht ai. Pra, tami, duket që një trajner që merret me të gjithë portierët e akademisë që i stërvit. Kjo, shiko, tani një emër i madh si Skënderbeu sigurisht që ata janë fidanishtë e futbollit, këto janë, ata janë një moshë normalisht, vetëm Shqipëri quhesh 19 vjeç i vogël. Se para punës je 19 vjeç, ti je pretendent për të kaluar te ekipi i parë. Jo, kemi parë në kampionat evropian, kampionat botëror që ka dhe lojtarë. Tani nuk po marr, domethënë, kupton, por në Shqipëri thon akoma se është 19 vjeç, ata janë një pjekuri, domethënë sepse unë e shikoj në Tiranë, domethënë me gjithë respektin që kanë për çmurt, e shikoj në Tiranë ku mbarojnë ciklin dhe problematika e tyre 19 vjeçare është shumë e madhe. Disa prej tyre rinte skuadrat edhe sepse Baku e pa pak kështu thaj pse tuazohen. Ore unë nuk dua ta tuazohem. Tami të lutem, të kaloj tek problemi është të luajnë. Sepse kam edhe një pyetje, Dermeshaj kaloj pak mikrofonin tek tjetër kush është? Lazer. Po. Tani vjen radhë kompeticionet europian. Çdo thot për ju në këtë moshë që të jeni tek një kompeticion europian dhe si mendoni se ta përballoni dhe a ka forcë ky Skënderbeu? Ne me punë dhe me përkushtim besoj do ja dalim dhe do shkojmë më shumë se një turn.
Për shumë se një tunë, Po. deklarim kështu publik, ha? Po. Me punë dhe me përkushtim i kemi gjitha mundësi dhe doja dali. Kush mundet më jap një informacion me këtë do të luajnë këta? Kush ekipe janë të Ballkanit apo çfarë ndodh? Tami? Jo, i red short. Të them drejtën, Kush janë? normalisht, sigurisht janë ekipe të Europës, por jo ekipe të, domethënë janë ekipe me koeficient më të ulët, sepse sigurisht nuk luajnë me ato që kualifikohen direkt, sepse zakonisht ekipet janë është si turn paralimnator. Është si punë e Champions League, ne e dim shumë mirë. Kur luan Manchesteri me ato ekipet e Parisit, Manchesterit, Juvia, Bayernin, më në ekipet e elitës janë. Ato kanë një tur dhe normalisht me koeficient më të ulët dhe normalisht, domethënë që mos gaboj Apolonia për shumë kur luajti me një ekip, jo para 2 vjetësh. Luajti Apolonia, di këtë shumë mirë, edhe luajti me Astanën. Astana kishte një buxhet për 2 milion eurosh. Dhe kur i thanë presidenti Apolonisë sa e ka buxhetin unë 19-ta, i tha 400.000 euro. Ai tha ekipit të parë, nuk i tha ekipit të Mos e jashtë të dirtë. Mitima, ju falenderoj që ishi sot në studio dhe unë ju thashë që në fillim të hyrit e emisionit, javën e ardhshme do të jemi në një emision totalisht për ju për të diskutuar problematikën, por edhe për të bërë një prezantim të madh sepse nuk jeni vetëm ju 7 futbollistët, por janë edhe gjithë të tjerë ku natyrisht ka dhe shumë futbollistët tuaj. Faleminderit dhe suksese. Një natë mirë ju uroj të gjithëve. Çuna suksese. Shumë faleminderit. Suksese keni edhe nga gjithë paneli. Bravo, suksese, bravo. E pra këta ishin 19 vjeçarët, të cilët natyrisht të fituan vendin e parë. Ne do të jemi, besoj do të jemi përsëri, Egli më premtoi, Ildi më premtoi, nëse kam të dy miqtë e mi, diskutojmë për problematikën e të rive, sepse më pëlqen shumë kjo pjesë për ta diskutuar, sepse shoh shumë futbollistë e ekipit Skënderbeu të rinj të talentuar, që janë jashtë ekipit, natyrisht e pranoj edhe këtë pjesë që duan minuta, loj, do dhe Egli në ekipi i Maliqit të ketë lojtarë të tillë të talentuar, është pjesë, por që gjithsesi besoj lojtari vlerësohet gjithmonë sipas cilësisë. Tashmë sapo ka filluar karriera e tyre, dhe i gjithë problemi është ku do të pozicionohen. Ka kategori 2, ka kategori të parë, ka Super League. Lojtarin e mirë e kërkojnë gjithë. Super League kategori e parë kudo. Unë do desha që Skënderbeu të kishte edhe U21 vjeç. Tani ne kemi gjithë këto vite që në Shqipëri ekziston Superliga e 21 vjeçarëve. Ne nuk e kemi. Ka ekipe B, ne prap nuk i kemi. Mund të jenë mekanizma të cilat mund t'ju japin edhe pak kohë këtyre lojtarëve, të cilët Jo, unë besoj se është fat e mirë që është Maliqi, është Devolli, është Pogradeci. Po flasim për Skënderbeun, pastaj nëse kalojmë te interesat e Maliqit, më mirë mos ketë Skënderbeu B dhe U21. Po, shumë mirë. Okej, kemi Romeo dhe një lavë do të them. Po, lutem pak shpejt. Di dhe vetëm të them edhe një gjë. Presidenti Bylisit, Besnik Kaplanaj, është nga ata presidenta që gjithmonë i gjuan ekipet e U19-s. Që do të thotë, shumë lojtarë nga U19-a, sepse 6 futbollista që Partizani ka bler nga Bylisi, lojtarë që janë bler nga Bylisi dhe janë shitur, janë bler, ai ble, sepse ka dhe një gjë. Në qoftë se këta çuna, në qoftë se nuk i merr ekipi Skënderbeut dhe vjen Bylisi, paguan trajnimin, sa është formuar dhe i merr, atë çfarë faj kanë çunat. Kemi arritur në minutat e fundit të emisionit, regjia po më shenjë që nuk mundet të vazhdoj dot më dhe ka plotësisht të drejtë. Ildi, faleminderit. Kënaqësi. Vini, faleminderit. Besoj se do të jemi dhe për diskutuar për këto tema kaq të mëdha të futbollit. Egli, besoj se bëjmë një analizë sot dhe faleminderit për mendimet që dhe në studio. Tamikona, faleminderit e mbajtë fjalën, më premtove që të them të drejtën, do desha të isha në kushte të tjera, do të thënë kurse si për të bërë një analizë për Skënderbeun e rënë, por sigurisht ja dhe këtë duhet ta bëjmë. Por sigurisht që futbolli i ka këto dhe ne duhet i pranojmë të gjitha, më kupton, keq na vjen, por ja që kështu është, ky është realiteti tashmë. Po, falenderoj kameramanët dhe teknikët që punuan së bashku me mua sot. Në të njëjtën kohë një urim i veçantë shkon për të gjithë ju miq të Rrethë Korçës që na ndiqni në emisionin tonë Sport. Takimi i ardhshëm do të jetë pikërisht në javën e ardhshme në orën 20:30 me të tjera diskutime ku natyrisht u zbulova një pjesë të atij emisioni ku do të kem ekipin e të rinjve, por natyrisht do të kem edhe ekipin e voleybollit të meshkujve. Deri atëherë, ka Romeo Zenzifi, natë të mirë.